Ja një shembull konkret se si Albin Kurti manipulonte dhe gënjente qytetarin rezident të Republikës së Kosovës para se të vinte në pushtet. Për gjërat elementare ushqimore, si buka, mielli, vaji, sheqeri, kripa, qumshti dhe arsimi në përgjithësi, ne këto do t'i përjashtojmë nga TVSH-ja. Kur Albin Kurti ishte në opozit, në mes të tjerash, gënjente shumë edhe për energjinë elektrike. Ne du t'a synojmë ulljen e energjisë elektrike, sepse tepër shtrejt kur rrim mbi gjithë këtë energji që kemi. Por çfarë ndodhi në të vërtetë kur Albin Kurti erdhi në pushtet? Ai lere që nuk i realizoi premtimet e bëra, por e vështirësoi dhe me tutje jetën e qytetarit të Republikës së Kosovës. Vetëm në periudhën ndërmjet viteve 2020 dhe 2025, nga Kosova kanë migruar rreth 180.000 qytetarë. Vlerë kjo, sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, më e larta krahasuar me vitet e mëhershme. Pra, kjo është një gjendje faktike, ku nga Kosova janë larguar profesionistë, mjek, infermier, mësimdhënës, polic e ushtar. Gjithashtu kur Albin Kurti erdhi në pushtet, tallej me kërkesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Më lejoni ta ripotensoj. Populli nuk është ekspert. Ka pasur numër më të madh të qytetarëve të Republikës së Kosovës se sa në këto 4 vitet e fundit që nuk e dinë se sa paguajnë për energjinë elektrike. Aq lirë ka qenë sa që nuk e kanë ditur as sa paguajnë. Na nimo dalim për krizës si vëlla a 100 euro. Për hir të korrekcisë, le të bëjmë një krahasim. Kur Hashim Thaçi për herë të parë bë kryeministër në vitin 2007, kishte një buxhet të limituar që nuk e kalonte kufirin e 800 milion euro. E kishte edhe të trashëguar në infrastrukturë katastrofale, po ashtu edhe një mirëqenie të qytetare me paga shumë të ulta. Ai me këtë buxhet arriti që të krijojë një infrastrukturë moderne, ta ndryshojë komplet pamjen e Republikës së Kosovës dhe të krijojë mirëqenie duke ngritur pagat dhe një stabilitet ekonomik dhe duke ngritur buxhetin e Republikës së Kosovës. Ndërsa Albin Kurti, përpos shifrave që ai i përdor në gjoja zhvillim ekonomik dhe rritje të buxhetit, nuk krijoi asgjë për qytetarën e Republikës së Kosovës, përkundrazi ai e vështirësoi jetën e tij. Mos e harroni një fakt. E gjitha kjo nuk është bërë pa arsye. Qëllimi është që të krijohet varfëri për qytetarin rezident, të rritet migrimi dhe të proklamohet dhe propagandohet suksesi në veri, gjë e cila nuk qëndron. Veriu është përdorur si mjet populist për të legjitimuar pranimin e marrëveshjeve të dëmshme për Republikën e Kosovës. Ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Kështu pra, në opozit, premtime me gënjeshtra, manipulime, mashtrime, tym e flak e dhunë, ndërsa në pushtet, migrim, varfëri dhe pranim i marrëveshjeve të dëmshme për Republikën e Kosovës. Farën e fund për logon time është përkujdesur Enesa Fashion Designer me një punë mjaft të mirë dhe shumë profesionale.